prej trajtimeve të pejgamberit alayhis salatu wassalam me vajzat e veta dhe kujdesi i veçantë që e ka treguar për vajzat e veta, tregon Sahl ibn Sa'd, njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë ditë për ditëve u nervozua Aliu diçka me gruën e vet dhe doli jashtë. U nervozua edhe doli jashtë. Ardh pejgamberi alayhis salatu wassalam, ai i tha çikës vet, ku është Aliu? Tha, patëm diçka, unë ngatrum diçka, edhe dul. Edhe s'u tha kur gjë. Dol pejgamberi alayhis salatu wassalam, i ju tha dikujt në pinjësve, lep Aliu, ku është Aliu? E lipën Aliu radhiyallahu, kur e pa në xhami, duke flet. Shkon pejgamberi alayhis salatu wassalam, edhe i shkon afër. Edhe domodin me një lloj përgdhelje, ja gjumbe mësam petkun e vet mbi trupin e Aliut radhiyallahu an, edhe merr u kon xhamia su kon sikur dëna me këto tradita, u kon prej zallit, me zall. E ka marrë do zall për mësam, edhe e ka gjujt. Kur u qua Aliu radhiyallahu an prej xhumit, i ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, "Qum Aba Turab." Apo sepse e ka kap zalli, edhe mësam tash ka filluar me jafshi zallin dhe i ka thënë, "Çu o arabti thon Abu Turab, o baba i zallit." Në kuptimin që e ka përkthel pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dietar kanë thënë, pse e ka përkthel këtë rast për Aliun? Pra, hin dreçu me çikën time. Hin dreçu me çikën time. Dhe thotë Ibn Hajar al-Asqalani, nuk ka kërkuar detaj pse janë idhnuar. Ukri janë idhnu diçka, nuk më intereson se janë idhnu. E ka përkthel dhëndrën e vet që të ndreqet me çikën e vet. Kjo sa mungon të njerëzit. Sa nusët shkojnë të nanat e veta edhe të babat e vet, ankohen edhe i thot ti e ki miro i bja jene. Jo, ka dale. Sepse ti zban me hasmu me dhëndrin tanë, zban me hasmu me burin e vet. Duhesh me e trajtue si që trajton të pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ali edhe çka i tha, "Qum Aba Turab." Çu o ti i cili e përli me zall. Pra e përqafoi dhe e argëtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk është marrë me respektu dhëndrin. Nuk është marrë me kërku knatësinë e dhëndrit që me ta trajtu mirë çikën. Se ti e ki çikën te ai. Andaj sa më mirë që sillesh me ta, aq sa më shumë e ke siguruar një trajtim të mirë për çikën tënde, për çikën tënde. E jo, mi nxit vajzat kundër burrave të vet. E mos të nëmbroje, e mos u bën ti më e shkelta aty. E kur t'ja nisi me fjalë, e prish familjen. Vallahi sa familjet janë prish me këta. Andaj shikoj pejgamberi alayhis salam çfarë trajtimi. Ai ka thënë çika vet. E na i dhnu tha. E na i dhnu dhe ka dalë. Thotë Ibn Hajar al-Asqalani, shikone trajtimin e Aliut. Shikone trajtimin e Aliut. Tani jemi këtu, Aliu dhe gruaja e vet. Ka dalë jashtë, edhe Fatime ka thonë, dul s'foli kur gjon. Apo ne si që bojna, dalmi e shlojna një hitësi dhe dalna. E s'ban ashtu, mos foliq. Thot Aliu, Ibn Hajar al-Asqalani, ka dalë jashtë Aliu që ti qetësohet nervoza. Kur ti qetësohet nervoza, njeri kthehet prap. Kur ti qetësohet nervoza, njeriu kthehet prap. Andaj pejgamberi alayhis salam i dinte se ka mundsi këto klima me ndodh në familje. S'ka, njëri, për shembull, nëse thot, a ka mujt të thonë, çish më ka idhnu shikën tim? Jo, rast tjetër do ta shohim se pejgamberi u ka idhnu, po jo për kësaj rasti, por në rast tjetër. Ama kjo është normale. Pejgamberi ka ditë me dallu normalën, edhe kur diçka e ka tekalu tash nuk ka mrena normales. Andaj prej sjelljeve të pejgamberit alayhis salam me vajzat e veta dhe me dhëndurët e vet, cila ishte sjellja që e dinte se kanë hak ndaj njëri tjetrit, e dinte se ka mundësi mu prish njëri tjetrit, nuk prishte punë që të trajton sicilin prej tyre me atë çka i takon. Gjithashtu prej trajtimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me çikat e veta ka qenë se pejgamberi alayhis salam kur ka hidhur njëra prej çikave të veta në shpinën e pejgamberit u çun kam. U ka çun kam, edhe ja ka kap dorën, edhe e ka puth, edhe e ka përçafuar. Dhe kjo vëzë, o maja, a mund të pranoj pejgamberi është pejgamber një. Ai u kon presidenti këtë muslimanëve, kryetari këtë muslimanëve, komandanti prisi supremi këtë muslimanëve. Megjithatë kur ka hiçi ka vetë u çun kam, edhe ka thonë merhaban bi Fatime, merhaba për Fatimën, hajde, irmëna. Apo shiko sa prej burrave këta nuk e bojnë me bijat e veta. Hajde, hinë çati. S'mall ashtu. Çfarë respektoje? Sepse ti kur jap respekt, merr respekt. Sa ti jep me respekt, çfarë merr? Vallahi mos harroni. S'ka dikush që zgzon respekt, dini se s'jap respekt. Nuk ka dikush.
Andaj shikoni pejgamberin alayhi salatu wassalam. Një ditë për ditë erdhi Uthmani, dhandri vet. Uthmani, dhandri vet. Dy hardhandre me diçika. Edhe jo kon me mësam e ka ngrej kush ka kon haxhullah që ka pa çish veshën arab. Apo jo bashkësoj sot ka ndrua, po çati paraportësisht. Edhe u kon me disa shokë me mësam duke nejt, edhe ju kon tu fladicë nxet, edhe e ka ngrej për mësam petkun. Edhe ju ka ndu gujt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe çish e ngon tonet, veç dikush ka thon po vjen Uthmani. Uthmani me shkallë cilësu i turp shmi këti umetit, marreli ma i malë sa i s'ka pas, radiallahu an. Edhe me mësam qohet edhe im lën gujt. Dhe të thonë, ja Rasulullah, pëse im lëve gujt? Kur kem të nejt me neve, thot, a nuk ju vjen mare për këti, me lasive ju men mare për këtina? Shiko, nëse ti e marreli, ketë njës kanë më konë marreli kërë si ti e. Je arrogant, ketë kanë musil arrogant me ti e. Se qisht bajsh ka mu bëhe. Kështu i tha Gjibraili pejgamberit alayhi salatu wasalam, kema te dinu tu dan. Qisht cilësh cilën me tije. Qisht po mënojna, na musil pa marrë dikush mu kuq para neve, s'dole. A shiko Uthmani, pe mësam i kam ledh kom të veta, se çka tha, po edhe me lasë ju vjen marrë për këti njeri. E ku e mua? Unë vjen marrë prej Uthmanit radiallahu an. Andaj u qunë kam, thot Aisha, s'ka pas njeri që i kanë gjahë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ecje, në të folme, në sjellje, gjeste si Fatimja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që ka ardhur u qunë kam për ta pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dhe cila o kanë çika më e vogël. Andaj duhet përkthel fëmia, duhet respektu fëmia. Sidomos e jo njëri për shembull e merr ta supozojna kështu. Thot a urrite po, tash për shembull ki ka po 50 vjet apo 60 vjet. Edhe mundohet me trajtu gjithmonë si fëmijë. Shiko, ajo sa fëmijë mo. E ka po 20 vjet, o martuaj, nuk ka fëmijë mo. Munohen disa baballar mi trajtu djemtë vet. Ai ka po 40 vjet. Ai ka e vlad, ai ndoshta udhëheq firm, ai ndoshta udhëheq shumë gjëra udhëheq. Ai thot, "Hastu, si fëmijë e trajton." Marrë kështu, marrë. Tin pas raport me ta. Se i kipi disa vjet. Ai po burr mo. Si me ditë njerëzit sa burraj. Kur ti munohesh si fëmijë me trajtu. Apo andaj shiko, sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam ishin edukuar në shkollën e respektit. E vetën i ditë për ditëve Abbasin, agjën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i thanë, o Abbas, a ti e ma i madh, a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Abbasi ishte ma i madh, me vjetë. Çka tha? Ajo është ma i madh se unë kam linë para tina. Shiko, Arabët janë të zotët e gjuhës. Tha, aja ma i madh se tash. Aja pejgamber o burr, zban mi thanë edhe në vite, unë jam ma i madh se aja. Po, ki pa disa njerëz, po shkave, po unë jam 40 vet ma i madh se ki. Po ti i ki 40 vet ma i madh se ki. Po dikush me shkollë ti kalon ato 40 vet. Ku ti shumëzoj 0-0 dalin. Te Allah matët me vepra, me punë, me arritje, me ilm, me takvallok, jo me vjet. Ti mund të pas 100 vjet. Andaj ditë për ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam e pa një të verbër, pagan. Edhe çka ndodhi? Ai tha, o Muhammed, mos zgabom ju afru tokës time. Mos zgabom ar nga tokës time. Apo ish plak. Sahabët thanë, ja Rasulullah, a ka zonë çefin? Tha jo leje. I verbër në sy, i verbër në zemër. Ai a folet kështu me pejgamberin? Leje Allah ja ka mursit. Ka ardh shumë i shtim u kanë mosh. Ka dha mos gabon me kalu ka toka ime. Ka pensëm ka thonë, shma, mirë po, çfarë trajtimi ka me morë këtë tash? Ka me valku këtë dunjaja. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i çmon të vajzat e veta, u çon të në kam, cili për neve qohet në kam për qikën e vetë. Cili për neve qohet në kam për qikën e vetë, thonë, merhaba për qikën teme, hajde. Apo, është në mu që në kam, të menet kam dhe erisa, ajo të ullët, kjo për respektit, dhe kjo të rashëgon respekt. Këta ku ta shofe fëmija, qyshe kupton? Du të me respektu të ditë në tash. Se këto po respektonë me zveti. A dhe kështu ka qenë tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është se pejgamberi alaihi salatu wasallam i ka edukuar vajzat e veta në atë çka ai ka besu për veti. Nuk i ka thonë ju në çikat mia tash lasdronu, jo. Në ditë për ditëve ka shku pejgamberi alaihi salatu wasallam në shtëpinë e Fatimës. Edhe e ka gjetë një perde në shtëpi strajt, zbukurume. Edhe nuk ka hije, është larguar. Vjen Aliu radhiyallahu an, edhe e shef Fatimën të mërzit. Thot, çka kije? Thot, jam e mërzit. Thot, pse? Thot, erdh pejgamberi alayhi salatu wasallam deri te dera shini. Thot, s'ka ndodhur kur kështu. Atëherë thot, do ta shihim çka ka qenë. E kërkon
Aliu radiallahu anhu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe pyet, "Ke ardhur deri te dera?" Edhe s'ke hyrë. Atëherë thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Ma ana wad-dunya wa ma ana war-raqm, inni ra'aytu ala babiha sitran muwashshian." Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "E unë me dunjan çka më lidh mua? Unë dhe dunjaja çka na lidh mua? Shikoj vëzë këtë ndarje. Çka më lidh mua me dunjajën?" Ka thënë, "Çka më lidh mua me këto perde të zbukurume? Çka më lidh mua me këto perde të zbukurume?" Ka thënë, "Unë e pasht në derën e saj një perde të zbukurume me shumë zbukurime." Shikoj pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka shkuar deri aty, u ka kthi. Tash dietar kanë thënë, "A haram me majt perde?" Jo, nuk ka haram me majt perde. Apo, nuk ka haram. Me më kon haram, duhet këtë pishpijave në medal. Se sa perda ekziston aty. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wasalam donte që vajzat e veta të jenë model për në të ardhmen, kanë pas bab, Muhammedin alayhi salatu wasalam. Që mos i thojë dikush, ai mirë se ka dash dunjan, ama këshiria çikën. Andaj më thon, edhe halalin kur e pa, largoje tha. Largoje mos tojnë për çikat e Muhammedit alayhi salatu wasalam, se ato janë të lidhta me dunjën. Andaj çka tha alayhi salatu wasalam, tha, "Çka kam unë me dunjën? Çka më lidh mua me këtë dunjë? Pra largone atë perde." Kjo ka qenë prej traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në trajtimin e vajzave dhe vëllezërve të tij.